Një misi e kthyer në armiqësi, duket ajo e Edi Ramës me gazetarin Blendi Fevziu. Përplasja kryeministër gazetar po vijon më shumë se një javë dhe askush nuk ka ndërmend të tërhiqet. Çdo gjë erdhi nga deklarata që bëri Fevziu kur tha se vendi po përmbytet dhe ministrat e Ramës janë jashtë Shqipërisë, ndërkohë që çon në televizione kaseta të gatshme ku duket se i qëndrojnë në krah njerëzve të përmbytur. Kjo deklarat ka tërbuar Edi Ramën, i cili me ironi e quan gazetarin, influenceri i dëborës që i bie botës kryqe tërthor. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Fevziut, i cili ka thënë se me lekët që i ka fituar në mënyrë të ndershme dhe nga puna e tij, bën çfarë të dojë, se punon në privat, jo në shtet. Prandaj nuk i jep llogari as Ramës dhe as askujt tjetër. Po ti, ju drejtua gazetari kryeministrit, a e mban mend që kur Spaku shkoi të arrestonte Erion Velien, të gjithë televizionet po transmetonin live një aktivitet të tij duke mbjellur pemë. Njerëzit u çorientuan dhe po thonin: "Ç'a po ndodh? Si mund të arrestohet Velia ndërkohë që ai është duke mbjell pemë? Tani, po të them mos u merr me mua, po merru me vendi që po përmbytet." Por Ramës nuk i dele keqa. Ai ka shkruar përsëri në rrjetet sociale duke thënë: "O Fevzi, po të pres të më kërkosh falje për gënjeshtrat që the. Ndoshta mendove se çudia zgjat vetëm 3 ditë, por unë nuk harroj kollaj, po pres të kërkosh falje." Ndërkohë që përplasja mes gazetarit dhe kryeministrit vazhdon, ju si mendoni, kush ka të drejtë në këtë rast, Rama apo Fevziu? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.